Mirë, jemi në një moment shumë emocional. Arian, të lutem një muzikë që të ketë kështu ankth brenda. 7 pyetjet kanë mbaruar. Ata i kanë fituar të 7-ta. 100 milionët nuk janë lëvizur fare. A do t'i fitojnë apo jo ata 100 milion? Koha jote, show! Është pa mundur pra, loja jonë po bëhet hota. Konkurrentët tanë pra, ja e shikoni, janë të gëzuar, sepse po e mbyllin këtë lojë me 100 milion lekë të paprekura. Jam shumë milion. O ma, fituam! Wow! Por ju ende s'keni fituar zoti Elton, kujdes sepse, si thot ajo fjala e urtë popullore, qesh mirë, kush qesh i fu. T'ja kotë se del plot? Jo pra, është kush qesh i fundit, zoti Elton. S'ka problem. Pra, kujdes, zoti Altin dhe zoti Elton i kanë gjetur të gjitha pyetjet dhe kanë mbetur tek pyetja e fu. Karajt i erdhi dita? Është e vërtet? Është e vërtet i erdhi dita, apo jo, zoti Altin? Të lutem. Iku Altini. Iku. Do ikës ti? Se ti do t'ikës ti? Ku do të shkosh ti? Ne po ja kalojmë shumë bukur këtu, nuk të pëlqen ty? Mrekulli. Jo thash. Po kënaqemi shumë. Ashtu, kujdes pra. Kujdes, pa u mërkollet idhemi tek pyetja e fundit dhe kategoritë do t'jenë Pem apo makina e kohës? Makina e kohës. Makina e kohës, jeni të sigurt, pra si që pat, lojtarët tanë janë shumë të sigurt, ata zgjodhën kategorinë ma. Mi të ka fiksim. Edhe mami im, ishte kategoria pra makina e kohës dhe përgjigjet do t'jenë, kujdes, 4, 5 dhe 6 dhe pyetja do t'jetë sa periudha ka në jetën e një gruaje. Ti u, 6. 6 jeni sigurt? Doni që ta ndalojmë kohën? Atëherë të numërojmë së bashku 5. Mos numërojmë 5, 4, 3, 2, 1. Atëherë kujdes, le të shohim. Ka ngelur 2 portale bosh. Ja pra ky portali këtu, ky këtu. E pamundur ai një portal. Kujdes, kemi ngelur midis tyre të dyave. E pamundur janë në portalin. E pamundur. 100 milion. 100 milion. Pra të dy konkurrentët tanë sa po i gjetën 100 milion. Pa mundur, pra ishte përgjigje e sakt. Jam kurios të di, nga e dinit juve që një grua ka 6 periudha në jetën e saj. Është thjesht, 1 fëmijërie, 2 vajzërie, 3 grua e re, 4 grua e re, 5 grua e re, 6 grua e re. Pa mundur, përgjigja është e sakt. I duar trokitet të fort për dy lojtarët tanë. Për herë të parë në historinë e televizioneve shqiptare, 100 milion u fituan dhe dy lojtarët tanë. Për gjys, ma. Pa mundur, pra. Jo, gjysmat janë të mia, ndaj të tuat me çunin tat. Edhe ti harova. Pa mundur, pra 100 milionët janë të dy konkurrentëve, juve mund t'i merrni këto lekë dhe mund të shkoni në shtëpi. Por, zoti Elton, kujdes. Zoti Altin, kujdes. Po thoja, këto lekë janë të juajat, por... Të mdhaja grisin brek të reja? Nuk u kuptuam, por produksion... Po hese po mbje i fakt, pa mundur, pra, është pa mundur një surpriz, produksioni ka përgatitur një round rezerv, një round bonus, i cili quhet Giotina. Qarë flet mëse po na pini gjakun, jeni në Tereziu, pra, zoti Alti dhe zoti Elton i vendosin tek paneli ynë, me software... Po ne dhe kur t'i fitojmë do jemi me diabet, mo jeni në Tereziu, dhe më. Atere, doni të zgjidhni kategoritë e radhës, nuk doni kategori. Atë e përgjigjet e pyetjes së radhës, që është pyetja e fundit për sot, e raundit Giotina, do t'jenë. Kujdes, vazhdojmë pra me kategorinë Flash, këtu po luhet me 100 milion lek cash. Dhe përgjigjet janë hidraulikët, berberët apo kopshtarët. Dhe pyetja është, cilët janë personat më zevzek? Berberët. Berberët? Jeni të sigur për përgjigjet? Po, jam i sigur. Se mendoni se berberët janë të zevzek? Berberët shohin dhe qimen më të vogël. Pa mundur. Se dhe unë kam një berber ke lagja shumë zevzek. Atëre le t'i shohim, kujdes, të 100 milionët i kanë vënë tek ky portali këtu, pa mundur, dhe ja portali i parë Sapora, kujdes, ja dhe portali të Sapora, pa mundur. Pa mundur.
pamundur pra. Sa kishim pritur! Nuk ka mundësi. Sa kishim pritur! Nuk ka mundësi pra, e pamundur. Mos na u sforco shumë ti se po na ikin lekët ilaçe. E pra. S'ka. Kujdes, 100 milion lek cash janë për dy konkurrentët tanë. Faleminderit. Ju mund t'i merrni ato dhe mund të shkoni në shtëpi me një duar trokitje. Faleminderit. Por, mos harojmë. Produksioni ka përgatitur një round tjetër shtesë. Është një round bonus, një round ekstra. Është bërë posaçërisht për ju. Mos është gjë mami jot brenda ke produksioni? Jo. Jo po thash. Dëgjoj këtu ti, zoti Altin. Çfarë ka valla? Në qoftë se të pëlqejnë rregullat e lojës, rri. Në qoftë se do t'ikësh, ik. Jo më dha, nuk i do fitoj Ska para. për tik! Kisha respekt për ty star, po që ke gjak pirës. Ashtu, ha? Ashtu, ha? Atëre kujdes. Pyet, sa Jemi duhet? tek raundi ekstra, pra këto 100 milion shkojnë për dy lojtarët tanë të përjetshëm, në qoftë se gjejnë pyetjen e fundit për sot. Atëre, vendosini ju lutem 100 milionët tek banaku ynë me softwarein e sofistikuar që ka ardhur nga Bangladeshi. Kujdes, dhe e pamundur, duhet keni parasysh një gjë, produksioni ka bërë ndërmend që t'ju ndihmoj juve te kjo pyetje. Uçan duke na ndihmuar, Pra, Uçan. sepse, kujdes, produksioni ka vendosur që të vërë në dispozicionin tuaj vetëm 2 përgjigje, vetëm 2 opsione. S'ka problem, zgjidh këtë duar Atëre, ti. doni të zgjidhni kategorinë, nuk doni kategorinë e radhës. Atëre përgjigjet janë, kujdes, dyshemeja apo shampoja? Dyshemeja. Nuk ka mundësi dhe pyetja është kush e ndalon rënien e flokëve? Dyshemeja. Konkurrentët mendojnë se është dyshemeja. E pamundur atëherë të shohim, ka ngelur 2 portale bosh, ky portali këtu dhe ky e pamundur. Portali këtu ra. Atëherë loja mbetet midis tyre 2 portaleve. Janë 100 milion në lojë. E pamundur. Ra portali këtu. Faleminderit, fituam. Nuk ka mundësi. Fituam. Plas! Fituan e pamundur zoti Altin. 100 milion lekët janë tuaja, të mund t'i merrni. Me që tani gjitha. Por ka ngelur edhe një gjë e fundit për t'i marrë këto 100 milion. Çfarë ka ngelur? Juve mund t'i merrni këto lekë në shtëpinë tuaj, t'i bëni të juajat, vetëm në qoftë se do të mund t'jam përkulni O kraun. katil, që janë këto kushte? Është pra loja e fundit për sot. E nëzore kokën më në fund kushtje. Zoti Elton, kujdes pra përqendrohuni. Këto 100 milion do t'i fitoni dhe do t'i merrni në shtëpi vetëm nëse do t'ja Patjetër, këtë Vetëm kuçë ti krau. vetëm qoftë do t'ja përkulni kraun zotëri son në sigurisë, Ka problem. të cilin e ftoj me një duar trokitje. Ka problem, po. Erdhi pra Kalete, zotëria e kalete. sigurisë me një duar trokitje. E pamundur pra. Atëre zotëria ynë i sigurisë. A do të hipësh dhe ti të krau? Jo, nuk ka nevojë, pra me kujdes. Dakor, gati. 1, 2. E pamundur. Fituam. E Qarë pamundur. zotërie? Fituam. Zotëria e sigurisë Qarë largohet. zotërie, vetëm eci kishte si fort, si ishte si sardele. Ti je i pushuar nga puna, do flasim pasaj me ty, pra ato 100 milion mbeten për që ti merrni në shtëpi. Për ne. Ik zopshi. Kapi. Por ka dhe një pyetje të fundit për ju. Cila është? Atëre pyetja është, kujdes, cila është kafsha më verore? Kali, se vesh në lone. Nuk ka mundësi. Cila është ajo pjesë e Vrima ozonit është. Nuk ka mundësi, unë se para pyetin akoma. I dim. Cila është formula teorisë së relativitetit? Më thën 4 orësh. Ju s'keni për të marrë këto lekë kur. S'ka për të marrë. I kap, a u përgjigje për gjitha. E bra. E parat. Edhe më tha mami që në televizion të mashtrojnë. E pra, kujdes pra, loja po bëhet hot, kësa s'kam për t'i marrë kur këto lek, sepse do presin deri javës tjetër, dhe deri javës tjetër të gjithë bashk. Le ta ruajmë këtë su. Rrëqen! Jo, nuk jam su rrëqen. Rrëqen e Jo, sirë! jo,